një pyetje thelbësore opozitës. A e din ata që Albin Kurti është kryeministri që ka mas shumë të det që ka qërisë Kosovën? Ma shumë se dhe Shafshim Thaqi dhe Sisa Mustafa. Ose është që aty? Albin Kurti mas gjati kryeministri, është një 5 vjetë gati kryeministri. Po. Edhe a e din ata këtë punë? Gatë është. Nëse është punë e kryme, pse jemi të folë? Unë edhe ti s'kishim folë për Albin Kurtin, sikur kjo punë t'i shkon e kryme. Ishim konë të folë për qeverin Hamza, nashta, nëse kishim po qeverin. Pra ndaj unë po besoj që është gabim me këshyrë me i majtë edhe strukturat e partisë, edhe votusin me idenë e suksesit në ndërkohë që Kosova është të vujtë. Kosova është të blokume. Na kemi kryeministër që gati një vjetë në detyrë që e ka marrë peng institucionet. Unë nuk e di që shta po mendojnë që e kanë dopsu, kuaj e ka presidenten, e ka kuvendin, e ka qeverin, të e majtë peng pa vota, edhe i ka presidentin, Këzdërani Vjosa Osmani janë në shërbim të ti? Absolutisht. Pse?